ne do të agjërojmë me datë 19 për 3 arsyet e mëposhtme. Arsyeja e parë se në Shqipëri nuk është parë hëna. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, dhe nëse nuk e shihni hënën për shkak të rreshjeve, shikoj pak filmin. Dhe nëse nuk e shihni hënën për shkak të rreshjeve, atëherë plotsojeni këtë muaj 30 dhe agjëroni ditën tjetër. Kështu që ne sot do ta plotsojmë këtë muaj 30, pra nesër nuk do ta agjërojmë dhe do ta agjërojmë pas nesër. 1. E para, e dyta nuk do agjërojmë sepse do të punojmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, agjëroni ditën që agjërojnë njerëzit dhe bëni bajram ditën që e bëjnë njerëzit. Dhe shqiptarë dhe emigrantët që gjenden në xhamia të ndryshme të Evropës apo në vende të tjera të shohin shumicën se çfarë bëjnë xhamiat e atyre vendeve. Nëse shumica e xhamiave agjërojnë dhe të agjërojnë, e nëse shumica e xhamiave nuk agjërojnë, të mos agjërojnë, sepse adhurimi i agjërimit është adhurim i përbashkët unifikues dhe nuk mund të jetë adhurim individual. Madje, sipas Islamit, nëse një person e sheh hënën dhe gjykatësi, pra kadiu, nuk ja pranon shikimin, ai nuk duhet të agjërojë, po duhet të agjërojë ditën që agjërojnë njerëzit. Prandaj edhe një herë po e përsërisim, ne do të agjërojmë ditën e njëjtë 19 shkurt 2026. Zoti ju shpërblet për interesimin, Zoti ju shpërblet për mesazhin, po do të ecim me argumentat e fesë dhe jo me emocione. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.